Kërkimet për gjetjen e trupit të 30 vjeçarit Jürgen Karaj po bëhet me kontrollën e brekun e lumit nga pelumbarët e cilat po përdorin edhe dronë përveç kërkimit në ujë. Operacioni po zhvillohet në një gjatësi prej 25 kilometrash nga vendi ku ka ndodhur aksidenti deri në hyrjet e liçenit të Ulzës në fshatin Orak të Matit. Në terren janë mbi 300 forcat të përbërëra nga shërbimit zjarrfikse të bashkive Mat të Klos në forcave të armatosura, shërbimet e mbrojtjes civile, polumbarët e forcave Renea e vullnetarë të tjerë. Prurjet e lumit Mat kanë rënë ndjeshëm, por është vështirë konstatimi i trupit për shkak të veshjeve tekstile apo mbeturinave të cilat kanë ngecur në bimësinë anash lumit. Po ashtu dyshohet se 30 vjeçari mund të jetë mbuluar nga zhavorri, çka e vështirëson akoma më shumë gjetjen e tij për shkak se uji është ende i trobullt.